A e dini se si ka lindur simboli i famshëm i Shqiponjës, identifikimi i shqiptarëve? Shqiponja e cila lidhet me Shqiponjën me dy krerë të flamurit shqiptar dhe mbi të gjitha është sot ndoshta përshëndetja më identifikuese e shqiptarëve. Më ka ndodhur që në vende nga më të çuditshme, në vende nga më të largëta në botë, kur përmend që jam shqiptar, me njerë fillojnë dhe më përshëndesin me Shqiponjën. Më qelloi që tisha pak kohë më parë në Xhibuti, dhe ndërsa një djalë më mori me një nga ato motorët e tij të vegjël për të futur në lagjet më të varfra të Xhibutit. Kur i thash jam shqiptar, me njerë më bëri shenjën e Shqiponjës. Më ka ndodhur që në një vend që duket sikur s'do ta mendosh kurrë, në Costa Rica, një person që më shoqëronte kur i thash që jam shqiptar, më tha Shakiri, duke i referuar Xherdan Shaqirit, futbollistit famshëm të Zvicrës dhe golit të jashtëzakonshëm që ai realizoi në kampionat botror dhe që e festoi me Shqiponjën. Po nga vjen simboli i Shqiponjës? Cila është lidhja që ai ka, po e themi sot, me shqiptarët dhe pse është kthyer në një nga simbolet më virale dhe më shpejt të përhapura në gjithë botën? Simbolet janë të çuditshme. Dy gishtat e famshëm i takojnë Churchillit, i cili i ngriti me njerë pas luftës së dytë botërore për treguar victory, pra fitoren. Churchilli i bëri virale dy gishtat dhe ato janë sot simboli i fitores. Po ndërkohë shqiptarët kanë Shqiponjën e famshme. Po si ka lindur ky simbol? Të paktën në dijenin time, sepse duhet të referohem gjithmonë informacioneve që unë kam dhe aq sa jam ulur dhe kam kërkuar. Simboli i Shqiponjës shfaqet për herë të parë në vitin 2011. Në atë kohë, në skenën politike shqiptare, ishte duke hyrë një formacion i ri, i cili quhej Aleanca Kuqezi. Aleanca Kuqezi, që drejtohej nga Kreshnik Spahiu, që kishte mbështetje Lorik Canën, një futbollist të famshëm dhe kapiteni i ekipit kombëtar të Shqipërisë, filloi të ndërtonte një strukturë politike që do të konkuronte partitë tradicionale. Në një takim në 10 qershor të vitit 2011, me rastin e përvjetorit lidhjes shqiptare të Prizrenit, pra eksaktësisht në 10 qershor 1878, lidhja shqiptare e Prizrenit është mbajtur në Prizren dhe është një prej eventeve më të rëndësishme të historisë shqiptarëve, një event në gjykimin tim dhe analizën time i pabesueshëm se si shqiptarët arritën të bashkohen nga të gjithë trojet ku ishin, nga të gjithë trojet ku jetonin shqiptar dhe të ndërmerrnin një lëvizje për të mbrojtur njësinë territoriale të asaj dhe një tentativë të parë për të krijuar një shtet shqiptar. Madje ata emëruan dhe një kryeministër, Ymer Prizrenin, i cili është i vetmi kryeministër me origjinë pra shqiptar që ka drejtuar shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët e Malizzi. Më pas ka ndodhur që Albin Kurti, Hashim Thaçi e tjerë kanë qenë kryeministrat të Kosovës, që Berisha, Rama, Nano, Meta kanë qenë kryeministrat të Shqipërisë, që Talat Xhaferi ka qenë kryeministri i Maqedonisë, apo Dritan Abazović kryeministri shqiptar i Malizzi. Po një shqiptar që t'i ke drejtuar gjithë është vetëm Ymer Prizreni. Pra, me rastin e lidhjes shqiptare të Prizrenit në 10 qershor vitit 2011, Kreshnik Spahiu në një fjalim interesant tha që forcat kryesore tradicionale politike i kanë simbolet e tyre. Partia Socialiste me grusht, thoshte ai duke referuar Partisë Komuniste, me dy gishta Partia Demokratike, me këtë përshëndetje Partia e Legalitetit, ajo që na mbetet ne, thoshte, është simboli i Shqiponjës. Ai bëri për herë të parë këtë simbol, siç mund ta shihni në këtë video. Ai bëri për herë të parë këtë simbol. Me njerë mbas ti simbolit bërë në Prizren, ishte Lorik Cana i cili filloi ta përdorte simbolin e Shqiponjës në disa dalje publike. Me njerë pas ti, një videoklip me këngëtar dhe artist famshëm shqiptar, i sponsorizuar në fakt nga Aleanca Kuqezi, u bë publik në YouTube dhe arriti 3.5 milion shikime në mos gaboj në atë kohë, në një kohë rekord. S'kishin kaluar 3 javë nga kjo dalje pare këtij simboli, kur befas tifozët Kuqezi e vendosën atë në një banderol gjigande në portën mbrapa, në tribunën mbrapa portës ku luante ekipi i Shqipërisë, nuk e mbaj mend se cila ndeshje ka qenë atëherë. Menjëherë Shqiponja me dy krerë, simboli i Shqiponjës u bë viral. U bë viral kudo në botë. Ai u bë viral kryesisht nga shqiptarët e famshëm, brenda Shqipërisë, po sidomos jashtë Shqipërisë. Ishte Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri që në golat e shënuar ndaj Serbisë u ngritën në kulm entuziazmin me simbolin e tyre të Shqiponjës. Ishin futbollistët shqiptarë që e bën atë në ndeshje të famshme si ajo me Serbinë në tetor të vitit 2014.
më pas janë shqiptarët famshme si Rita Ora apo Dua Lipa, që po ashtu përshëndeten me Shqiponjën. Mjafton të shihni fotot që kaloj gjëra pas tjetrës për të kuptuar që simboli Shqiponjës u bë viral. Por nuk mjaftoi vetëm kaq. U bë viral mes shqiptarëve dhe filloi të bëhej viral dhe jashtë tyre. Shumë prej personazheve të njohur të botës politike, të artit, kulturës, DJ-të famshëm, artistë famshëm, nën kërkesën e shqiptarëve ose ndoshta se duket bukur, filluan të bëjnë të njëjtin simbol. Pra, Shqiponja, simboli flamurit, shifeni ku e kam dhe këtu për ta parë, pak a shumë Shqiponja me 2 krerë e stilizuar, u kthyen simbolin kryesor të identifikimit të shqiptarëve. Siç thash, më qellon sot të shkoj në vende nga më të çuditshmet dhe gjithmonë më nderojnë me Shqiponjë. Më ka qelluar që kryetari i Bashkisë New Yorkut në një intervistë që kisha me të në fund tha, a e di se çfarë di unë për Shqipërinë? Po, i thash, çfarë di? Di këtë, tha, dhe bëri me një Shqiponjën, dhe ishte shumë i lumtur dhe bënte shumë bukur. Natyrisht që kanë mësuar shqiptarët të cilët janë krenar për origjinën e tyre. Jo vetëm kaq, po pashi dhe Mandani, kandidati kryesor për Bashkinë e New Yorkut së fundmi, në një postim të Atlantic Medias, po ashtu kishte bërë Shqiponjën me siguri i shoqëruar nga një shqiptar. Shqiptarët po të parë në çdo cep o të bëjnë Shqiponjën, edhe po të parë nga distanca. Madje para pak ditësh në Stamboll më qelloi që një vajzë po ecën në trotuar, më njofin taksi dhe ma bëri shenjën e Shqiponjës. Është një identifikim i shqiptarëve, është një perifrazim i flamurit ton, flamurit me Shqiponjën me 2 krerë ose siç njihet simboli i kastriotëve, i familjes së kastriotëve. Që nga ajo kohë, Shqiponja me 2 krerë është bërë simboli më i njohur. Ai përdoret në fotografi, vështirë të gjesh, të hapësh profilet e gjithkujt në rrjetet sociale dhe mos gjesh një moment që ai të ketë bërë Shqiponjën. E bëjnë Shqiponjën nëpër vende të rëndësishme të botës, e bëjnë Shqiponjën nëpër rrugët e qyteteve kryesore, e bëjnë Shqiponjën në të gjitha, po them, mundësitë që ata kanë. Është simboli i dasmave, mund të shohësh me 10 shqiptarë për dasma që edhe kur kërcejnë bëjnë Shqiponjën. Mund t'i shohësh kur janë përpara aparate fotografik. Është një prej simboleve që identifikon shqiptarët. Ndoshta është simboli me shpërndarjen dhe me, po e quaj, bërjen, popularizimin më të madh dhe më të shpejt që dikush një simbol tjetër ka pasur. Nuk di një simbol që nga 10 qershori i vitit 2011, pra kur Alianca Kuqezi e Kreshnik Spaiut e bëri e para, në dijenin time kjo është e para. Unë nuk e di nëse ka pasur në një dizajn, a e kanë gjetur diku tjetër, a ka qenë në një mundësi, por di që për herë të parë në publik është faqur nga ai, kjo është ndjenin time, ky simbol të jetë bërë kaq popullor. Është vështirë gjesh një shqiptar që nuk e bën, dhe është vështirë që dikush, domethënë kudo në botë, të mos identifikohesh sapo ta bësh këtë të thonë, je shqiptar ose Albania. Kështu që kjo është prejardhja e këtij simboli që është ndoshta simboli më popullor i shqiptarëve sot.